Ndërkohë që për shenjën e akrepit. Akrepi është, siç e thash, jemi drejt një hëne të plotë tek shenja e akrepit, për këtë arsye, gjatë gjithë kësaj jave, akrepi një nga një do të ketë tema të cilat do t'i dalin përpara në mënyrë që t'i zhvillojë. Pra, le të themi, kemi marrë temën e hartimit dhe gjatë kësaj jave do fillojmë që ta shkruajmë në mënyrë se si ne dëshirojmë. Dhe do të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe. Do të kenë fat shumë të madh gjatë gjithë kësaj jave. Por për shenjën e akrepit, këshilla ime do të ishte që të jemi shumë të vëmendshëm në të gjitha në çdo gjë që firmosim, në çdo dokument që firmosim gjatë kësaj jave, sepse mund të bëjmë gabime ne vetë. Ndërkohë që në qoftë se jemi të vëmendshëm në lidhje me këtë temë, atëherë mund të kemi edhe një jo vetëm ne vetë, mund të jemi të hapur ndaj mashtrimeve për shenjën e akrepit, për sa i përket çështjeve përbashkëpunime. Përbashkëpunime të ndryshme që se mund të jemi pak më të hapur ndaj manipulimeve, prandaj do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Të mundemi ta perceptojmë mirë situatën, një, e dyta dhe të marrim edhe mendimin e ekspertëve të fushës, për mos hidhemi më një herë. Duke qenë se jemi shumë aktiv në këtë moment e kemi një element në zero shumë të lartë siç e përmenda, për shenjën e akrepit kjo mund të bëhet problematike. Por, nga ana tjetër, duke qenë se do të kemi një ndihmë shumë të madhe, siç e përmenda, kemi fat shumë të madh gjatë kësaj jave, do të na dalin përpara oportunitete të shumta për zhvillime si material, po ashtu dhe personal. Mund të kemi mundësi pafund për persona që hyjnë në jetën tonë romantike, që duan të hyjnë në jetën tonë romantike, dhe këtë nuk do të them mashkull apo femër, të gjithë personat që kemi përballë mund të shprehin ndjenjat e tyre kaq nesh. Për shenjën e akrepit është në një javë vërtet shumë pozitive, përveç siç e përmenda marrëveshjeve. Diçka tjetër që do të këshilloj përsëri që të jemi pak më të vëmendshëm do të jetë edhe në lidhje me përdorimin e automjeteve, për të gjithë ata që përdorin kemi shumica e popullit përdorin, por gjithsesi, gjatë përdorimit të automjeteve do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm sepse për shenjën e akrepit mund të jemi mundet të jemi pak më të hapur ndaj aksidenteve. Nuk është të thënë që jemi, por mundet. Okej?